Përshëndetje Vlerta, jemi në ambientet e zyrës tuaj, ku ushtron edhe profesionin si psikologe, psikoterapiste. Juve keni specializuar në një metodë të re të terapisë në psikologji që quhet BVRT. A kishit mujtim se na tregu ma zënimisht se çfarë është BVRT dhe si njohet me këtë terapi? Faleminderit për vizitën dhe faleminderit që jeni sot në ambientet e zyrës time. Është kënaqësi të jeni këtu. Kënaqësia hala më e madhe të flasim për BWRT, një terapi inovative në fushën e psikologjisë. Gjatë kohës kur unë po kërkoja në internet për zhvillimet e fundit në psikologji dhe kërkoja për zhvillimet e mia profesionale, hasa në BWRT dhe në eksperiencat të cilat paraqiteshin në internet. Gjatë asaj kohe kuptova se BWRT-ja ishte terapi angleze e zhvilluar nga The Terence Watts në Angli dhe praktikohej në institut, pastaj mund të ta merrje licencën dhe të punoje me të. Për mua ishte pak e së vështirë, ishte një terapi e kushtueshme dhe ishte një investim shumë i madh për veten që të përfundoja një terapi të tillë në Angli. Gjatë kërkimeve hasa në pjesën e terapisë e cila zhvillohej në Shqipëri përmes Institutit Anglez të BWRT-s në Londër me trajnerën e specializuar dhe të licencuar në Shqipëri Adelina Pjetra. Atëherë kontaktova Adelinën dhe fillova pjesën e trajnimit. Pas përfundimit të trajnimit dhe të fazave përgatitore për terapinë, pas praktikave të punës, jemi nënshtruar pjesës vlerësuese nga instituti dhe pas vlerësimeve nga supervajzorët anglez jemi licencuar dhe kemi të drejtën e aplikimit të kësaj terapie edhe në Kosovë. Është një terapi shumë e re në fushën e psikologjisë që jep rezultate të shpejta dhe në vendin tonë, sidomos në Kosovë, është shumë e re edhe shumë pak veta prej kolegëve të mi jemi që e praktikojmë si terapi. Kjo terapi funksionon me disa nivele dhe në kuadër të niveleve ofron edhe shërbimet për trajtimin e çështjeve dhe situatave në psikologji. Unë i posedoj 2 nivelet e para të kësaj terapie dhe me këto 2 nivele trajtohet ankthi, trajtohet depresioni, trajtohen fobit, frikrat e ndryshme, marrëdhëniet në çift, trajtohen PTSD-t, traumat, trajtohet pjesa e çështjeve të varfshmërive, ku janë dohani, drogat, alkooli, edhe të gjitha këto. Për sa seansa i duhen konkretisht kësaj terapie që të funksionojë? Kur jemi te ofrimi i seancave dhe kur jemi në bashkëbisedimet e para me klientin, se gjatë periudhave kur unë e prezantoj shërbimin e BWRT-s, e them se është terapi e cila ofron shërbime dhe rezultate të shpejta brenda shumë pak seancave. Dhe në bazë të këtyre fjalëve që i tham, kryesisht pyetjet e para të klientëve janë sa seanca duna me ardh. Asnjëherë secili prej neve jena individ në veti dhe secili prej neve kena arsyet edhe vështirësitë tona të ndryshme që i përjetojmë ndryshe. Pavarësisht nëse e kemi një humbje, një proces zije, unë e përjetoj ndryshe, ti ndryshe. Kështu që procesi i punës me mu bëhet ndryshe, me juve bëhet ndryshe. Prandaj edhe numri i seancave nuk mund të përcaktohet që të themi se ki marrë 5 seanca dhe mandena mu i mi kry për 3 edhe me thonë çka ndodhi. Ose mu i me thonë 5 seanca dhe mi kry për 10 edhe me thonë çka ndodhi. Është gjithçka individuale edhe është shumë e rëndësishme se si përfshihet klienti në terapi. Mbi të gjitha sa është i gatshëm t'i ndihmoj vetes. Se nëse kemi të bëjmë me persona të cilët nxiten prej dikujt me ardh, nëse kemi të bëjmë me persona të cilët vijnë për hatrin e bashkëshortit, vijnë për hatrin e një familjari, atëherë është shumë e vështirë se nuk përfshihen në terapi dhe rezultatet nuk janë të dukshme. Kjo nuk ndodh vetëm me BWRT, kjo është edhe në terapi të tjera, se kur klienti nuk përfshihet, nuk kena me pas rezultate. Po duke pas parasysh shpejtësinë edhe efektin e shpejtë që jep BWRT-ja, nëse ti nuk je i gatshëm t'i ndihmosh vetes për ndryshim, nuk kena me pas rezultate. Çfarë bindje për efektivitetin e saj? Sikur që e thash më herët, kur unë e kërkoja në internet për zhvillim timi personal, i shifja dhe komentet edhe reagimet e njerëzve se si kanë pas rezultatet e kësaj terapie, edhe gjatë kohës kur isha në specializim,
gjatë kohës praktike kur punoja dhe shihja rezultatet që i jep kjo terapia, ka qenë diçka magjike. Edhe kur ti e punon një proces të zi, njërin prej elementeve ma të dhimbshme për individin, edhe je e sheh se e ki një rezultat brenda seancës, kur personi vjen në seancë dhe flet për një humbje shumë të madhe të prindit, dhe në fund të seancës ndjesitë e tij janë komplet të qeta, është diçka shumë e madhe, është magjike. Kur unë i kum pa gjatë praktikave të mia këto rezultate, jom bind që është terapi e cila ja vlen edhe është shumë e rëndësishme të përdoret në klientelën time, për faktin se i kursen në kohë të terapisë, nuk mërzitet se e kemi parasysh se kur kalojnë 10 seanca, 15 seanca fillon edhe vjen ky ra motivi i vazhdimit të terapisë. Kështu që kur e ki me një kohë ma t'shkurtë edhe kur e sheh që rezultatet edhe përmirësimi i ndjesive vazhdon të jetë secilën herë më i madh, normal që t'jep vullnet me vazhdu dhe me praktiku këtë terapi. A mundeni me na tregu një shembull konkret nga përvoja juaj lidhje me këtë? Prej kohës që unë punoj direkt me këtë terapi, praktikat e mia kanë dhënë rezultate të shumta. Janë gjithmonë me ato raste të cilët kanë dashur me i ndihmu vetes. Do t'i specifikoja dy raste, nuk do të them ekstreme, po dy raste pak më të veçanta. Njëna është për ngritjen e vetbesimit me një person i cili kishte vështirësi në prezantimin para publikut, me një person shumë i rëndësishëm në mesin tonë dhe përjetonte gjithmonë atake paniku para se prezentante, në ndërkohë që e kishte të obligueshme, e obligante puna. Edhe brenda 2 seancave kena arritë që t'jeti i gatshëm të dalë në prezantim edhe mos t'i përjetoj ato ndjesitë e veta të atakeve të panikut paraprakisht. Edhe rasti i dytë të cilin mendoj se ja vlen ta ceki, se është shumë i rëndësishëm, janë ushtarët e luftës. Ata të cilët kanë qenë në vijën e parë të frontit, edhe në kohën kur ka qenë lufta kanë qenë djemë të ri, tash janë gjyshër. Mirë po, pasojat e atyne traumave tash kanë fillu t'ju shfaqen, edhe kur kam vendos me i ndihmu vetes, kena fillu punën bashkë, kanë shku shumë pak seanca edhe arsyeja pse ka ardhur në trajtim ka qenë se i është prish gjumi natën, ka pas ankth natën, të cilat ai vet nuk ka qenë i vetëdijshëm, po e ka vrejt bashkëshortja. Domethënë kjo ka qenë arsyeja pse ka ardhur, mirë po kur m'ka tregu që ka qenë ushtar i luftës edhe kur i kena pa gjithë ato ngjarje që ai ka përjetu në atë periudhë, padyshim që ka qenë pjesë e trajtimeve të suksesshme që do doja ta ndaja dhe t'jetë një shembull për të gjithë bashkëluftëtarët e tij, të cilët kanë kontribu shumë për neve ku jemi sot. Si mundet dikush, domethënë ta kuptoj që kjo është zgjidhja e duhur? Si mund të dikush ta kuptoj që është zgjidhja e duhur kjo terapi? Po. Është shumë e rëndësishme fillimisht që ne të pajtohemi edhe të ja pranojmë vetes se vizita te një psikolog është diçka shumë normale, edhe një psikolog nuk është për me të shëru ty, po është ndihmësi yt për te kalimin e një vështirësie aktuale të cilën ti je duke e kalu, pavarësisht të cilës natyrë është. Në të gjithë botën, njerëzit kanë këshilltar të psikoterapisë, kanë psikolog personal, me të cilët angazhohen dhe i trajtojnë çështjet e veta të rëndësishme, qoftë familjare, qoftë profesionale. Në vendin tonë deri me tani ka qenë shumë stigmatike vizitat dhe trajtimi psikologjik, vazhdon me qenë ende, mirë po me një intensitet ma t'vogël. Deri me tani, shumica prej neve, me thonë që pjesa dërmuese e popullatës tonë, jemi ndihmu prej njëri tjetrit, jemi ndihmu prej nanave, prej motrave, prej një shoku, një shoqe, i kena besu dikujt, e kena marrë një këshill, kena provu eksperienca të ndryshme edhe kena ndihmu vetit me kalu. Kohëve të fundit, me dinamikat që po zhvillohen në familje, në punë dhe në komplet jetën tonë, është një ndryshim shumë i madh. Duke pa këtë ndryshim edhe këtë dinamikë familjare, shumica e njerëzve mundohen mi kursy nanën, mi kursy motrën, pra të gjithë ata faktorë që i kishim dikur pika referente për ndihmë, tash i kursejmë dhe mundohemi mi rujt. Kjo rujtje, çka do të thotë? Do të thotë ngarkesë emocionale, do të thotë ndrydhje emocionale, çdo emocion i ndrydhur e jep pasojën. Pra jemi te ajo pjesa kur e spjegova në fillim se si funksionon terapia. Jemi te ajo pjesa kur regjistrimi i trunit ton fillon edhe jep imazhet
ti nuk je i vetëdijshëm sa ka të ndodhur kjo situatë tash, mirë po të gjitha ato ndrydhjet tuaja janë ka t'japin goditje tash në situatën aktuale. Cili është mesazhi juaj për krejt ata që vuan nga amte, trika, apo ndonjë shërbim tjetër që kanë dhe ende se kanë provuar këtë metodë? Është shumë e rëndësishme që në kulturën tonë të jetë si pjesë edukative në shkollat tona fillimisht që fëmijët ta kuptojnë se nëse bëni vizitë te psikologu edhe nëse realizoni seancë këshillimi me psikologun, po matutje edhe nëse realizoni seancë terapeutike me psikologun është diçka krejt normale. Kjo është e njëjtë sikur që kemi një dhimbje fyti ose kemi një dhimbje koke, kemi një dhimbje në gjymtyrë të trupit edhe shkojmë te mjeku profesionist edhe kërkojmë ndihmë. Njëjtë janë edhe problemet e shëndetit mendor që kërkohet ndihmë te psikologu e pastaj për situata më të rënda referohen edhe tek psikiatri. Është shumë e rëndësishme që të ofrohet edhe të instalohet kjo metodë te fëmijët tanë, që në të ardhmen ata të fillojnë edhe ta kuptojnë që është shumë e rëndësishme për shëndetin e tyre mendor, të mirën me shëndetin mendor, të punojnë në shëndetin mendor e pastaj të kenë në konsiderat veten dhe trupin e tyre. Jeta faleminderit shumë, ishte kënaqësi të jemi në ambientin tuaj dhe do të flasim më shumë rreth kësaj terapie që është inovacion në fushën e psikologjisë dhe është shumë e rëndësishme për shëndetin mendor. Faleminderit për juve, ishte kënaqësi.